Ky emision mundësohet nga Podravka, The Bank dhe Mercom Company. Në episodin e dytë rikthehemi sërish në Nicë, një nga qytetet më të bukura të Rivierës franceze. Këtë herë do të zbulojmë anë të tjera të qytetit, do të vizitojmë vende interesante dhe do të shijojmë atmosferën unike të rrugëve të tij. E do të takojmë njerëz që e bëjnë këtë destinacion edhe më të veçantë. Nga Bregdeti me pamje mahnitse deri te rrugica Klotjet, Nicë ka gjithmonë diçka të re për të ofruar. Në këtë epizod do të përjetoni momente të bukura, histori interesante dhe eksperienca që e bëjnë këtë qytet një nga destinacionet më të vizituara në Francë. Na ndesni në këtë aventurë sepse epizodi i dytë sjell edhe më shumë surpriza dhe momente që nuk duhen humbur. Përshëndetje shikues të dashur dhe mirë se po takohemi në aventurën e radhës të emisionit Peshku i Jar. Pra jemi në Rivierën franceze ku edhe sot serën e kaluar do e shohim Nicën, qytetin e mrekullueshëm të Nicë, më nga afër dhe të shohim si çfarë mrekullitë të tjera ka. Për momentin jam këtu tek sheshi i fontanës së diellit dhe aty është edhe shëtitorja Papillonit, gjithashtu edhe Fashion District, ku do të shkoj dhe do shoh se çfarë brende ka aty. Janë disa brende luksoze, por ka edhe brende më të thjeshta, por do e shohim së bashku se çfarë energjie na sjell ky qytet tërë ditën, por edhe në mbrëmje. Shikues të dashur, si gjithmonë, tashmë e dini që ne në vendet që vizitojmë kemi edhe shumë vizita në për restorante të ndryshme. Jemi në një restorant shumë të veçantë ku do e bëjmë një intervistë të shkurtër bashkë me pronarin e këtij restoranti, i cili është francez dhe do na përgjigjet pra në frëngjisht dhe ne kemi kënaqësinë e madhe që jemi këtu në këtë vend kaq të bukur. Hi, thank you for welcoming us and for this interview. Merci. Can you please introduce yourself for all the viewers and tell me more about this place? Ok, alors ce restaurant, d'abord je m'appelle Armand, je suis restaurateur à Nice depuis 25 ans. J'ai plusieurs restaurants dans le de Nice. Je vais vous parler du Bar des Oiseaux parce que c'est ici que vous êtes venus. Ce restaurant est une vieille entité niçoise. Avant, c'était un ancien cabaret. Il y avait une artiste assez connue qui s'appelait Mado la Niçoise. C'était une humoriste. Donc nous, on ne fait plus cabaret, on l'a transformé en restaurant. On a une cuisine méditerranéenne et j'ai ce restaurant depuis 12 ans. Totalement différent de mes autres restaurants parce que la déco, le lieu, l'ambiance, l'atmosphère et malgré tout, avec tous ces anciennes murs, ces anciens sols, etc., nous l'avons restauré. And how do you describe food
what is food for you? Ah ouais, qu'est-ce que c'est pour moi la nourriture? La nourriture, ben, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Je comparais ça un peu à la mode, plus que pour... parce qu'il y a ici des œuvres, des clins d'œil sur des œuvres d'artistes. Oui, je compare ça plus un peu à la mode parce qu'on suit les saisons avec les produits qui sont de saison. Donc, ici, nous faisons plus une cuisine de saison, cuisine méditerranéenne. Yes. Which dish do you recommend for anybody that comes here and wants to eat something more like traditional and something that you cook the best, I think, here in the restaurant? Oui, en fait, on a des plats un peu signature, des plats, quelques plats comme les calamars avec les pâtes Casarec. Nous avons également la bourride, qui est un assortiment de poissons avec une sauce, avec du curry rouge, citronnelle, gingembre et lait de coco. Voilà, ce sont un peu des plats signatures qu'on ne trouve que dans ce restaurant, dans une carte très singulière dans ce lieu. Mais c'est surtout, je reviens à la saisonnabilité, aux produits de saison, quand c'est les champignons, quand c'est les légumes. Nous travaillons vraiment une cuisine de saison. C'est ça qui est très important pour nous. And what do you think that makes special this place? I think the whole place is beautiful. It's art. It's with colors. It's very different that we've seen lately. But what makes it so special, or what do you think that brings people here most, except the food? Oui, alors les gens viennent chez nous dans tous les restaurants, que ce soit celui-ci ou les autres. Alors il y en a qui préfèrent celui-ci ou qui préfèrent un autre restaurant. Je crois que les gens qui viennent ici, parce qu'ils trouvent cette cuisine justement singulière et en même temps une atmosphère, une ambiance, parce qu'il y a un fil conducteur entre nos restaurants. Nous donnons une qualité-prix, c'est-à-dire que nos prix sont accessibles à tous. Que ce soit une personne un peu des jeunes ou des moins jeunes, peuvent venir dans le restaurant parce que les prix sont très accessibles. And I think that you have too much tourists that come here. Which places do you think that come here the most, and what do they like from the food? Alors si j'ai bien compris la question, vous dites qu'il y a des touristes qui viennent ici. Oui. Pourquoi les touristes viennent chez nous? Parce qu'ils vont retrouver un esprit de Nice par la cuisine, par l'atmosphère, par l'ambiance. Ils peuvent profiter d'une terrasse parce que les gens ici adorent manger en terrasse. Voilà pourquoi les gens viennent chez nous. Alors, on n'a pas que des touristes. On a aussi une grande clientèle locale, c'est-à-dire des Français, niçois. Parce que je crois que c'est important. C'est important qu'un touriste qui vienne chez nous puisse aussi rencontrer des Français. Un restaurant où il n'y a que des touristes, c'est pas toujours très bien. Yes. So, for the end of this interview, this beautiful interview, how do you call all of the viewers of our TV show to come here and visit Nice, but also your restaurant? Why should they visit Nice? Qu'est-ce qu'on doit visiter à Nice? Yes. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on doit visiter à Nice? Moi, je pense que Nice, elle a des points importants. Je pense qu'il faut aller au château, par exemple. Pourquoi? Parce qu'au château, on peut voir toute la ville de Nice. On peut voir en prenant de la hauteur. Après, le Vieux-Nice, c'est une ville dans la ville. Je pense que la visite du Vieux-Nice est très importante parce que c'est un centre historique à 100 mètres de la mer. Je pense que c'est vraiment important que les touristes qui ne connaissent pas Nice viennent au Vieux-Nice et visitent la colline du château. C'est très important. And the restaurant? Why should they visit? Ah, pourquoi ils devraient visiter mon restaurant? Yes. Oui. J'ai pas la vraie réponse. Je pense que les touristes sont informés et très bien informés. Qui viennent de Turquie ou d'Allemagne ou d'Italie ou de Grèce ou je ne sais quel pays d'Europe ou de votre pays. Je pense qu'ils sont bien informés
et ils doivent venir visiter nos restaurants par un souci de qualité et de bien manger. De manger des choses saines, fraîches et pas la culture du fast-food. Si un étranger vient pour manger du fast-food à Nice, je pense que ça n'a pas grand intérêt, ils peuvent le manger partout ailleurs. Monsignor Amor, Oui. merci. Merci à vous. Merci à Thank vous. you so much for this interview. Merci, à très bientôt. Cheers. Oh, excusez-moi. Cheers. Dashur, kjo është pra edhe mënyra e pritjes në këtë restoran. Është shumë e veçantë sepse nuk I ka rastis ndonjëherë që kemi kësaj lloj pritje. Pra para se të vi pjata kryesore, ju keni buk, vaj ulliri dhe ulling, që kur jeni shumë të uritur, të mos mbeteni ashtu derisa të vjen edhe pjata kryesore. Tash unë jam duke I provu gjitha pjatat rend, po para kamerës, mas kamerës do t'i hajtë gjitha. Mrekullia vetë. Po besoj që po ma shin edhe kënaqësinë në fytyrë që e kam. Ku ka ma mirë ushqimi mirë, edhe në një vend, ka qëtë mirë. A shikoj së dashur, kjo nuk është e të ra, sepse ne do vizitojmë edhe shumë pjesë të tjera të qytetit të Nicës që do rrimë ne. Një prej gjërave që më pëlqejnë të udhëtimet është kur mundesh me I shiju momentet pa u shqetësuar shumë për shpenzimet. Ushqimin e shijova, tash veç pagesa ka me u përfundu. Starcard nga TEP ta jep pikërisht këtë fleksibilitet, me mundësinë për me pagu me këste edhe me organizu buxhetin shumë a lehtë. Në rrugët e ngushta të qytetit, përgjatë Bregdetit dhe në lagjet e qeta, modelet e ndryshme të Peugeot ishin pjesë e përditshmërisë. Nuk është çudi që në një qytet si Nicë, ku lëvizja është e vazhdueshme, Peugeot mbetet një nga zgjedhjet më të zakonshme.
E shiko së dashur, nuk jam në ëndër. Patjetër që kur të vini në Nicë, duhet të vizitoni edhe plazhat e ndryshme të cilat i ka ky vend. Një ndër ato plazha është edhe kjo plazh publike, e cila e ka menjëherë pranë edhe qytetin e Nicës, që mund ta shihni edhe në këto pamje. Pra, është ujë kaq i pastër, kristal, por gjithashtu është aq blu sa që ju merr syt. Patjetër duhet të vini këtu të vizitoni dhe që ka shumë turist, është plazh e stërmbushur, por ka edhe shumë vendas. Do vizitojmë edhe plazhat e tjera, do shohim edhe shumë çka këtu në Rivierën franceze, por kjo, po besoj, ju knaq edhe juve syt nga ekranet, por edhe mua shpirtin këto. Dhe po besoj që kur të vini këtu, patjetër duhet të vini edhe në këtë plazh. Ju kanë treguar që gjatë ditës kjo shëndetore është një treg i luleve dhe i produkteve të ndryshme të cilat janë tradicionale këtu në Nicë, por gjatë natës ky vend kthehet në party place. Pra ka shumë vendas dhe turistë të huaj, të cilët vinë këtu të shijojnë më shumë natën. Pra gjatë ditës mund të shijoni plazhin dhe tregjet e ndryshme si të ushqimit tradicional, po ashtu dhe të luleve dhe të produkteve tjera. Gjatë natës mund të dëfreheni këtu dhe të kënaqeni shumë. Do shohim se çfarë do kemi surpriza gjatë kësaj nate, kështu që qëndroni ne deri në fund të këtij emisioni. Thash që e dini tashmë që gjatë ditës ky vend është një treg i luleve dhe i ushqimeve të ndryshme tradicionale, por gjatë natës është një party place, por gjithashtu edhe një treg i bizhuve dhe i gjërave të ndryshme të cilat mund t'i bleni, t'i vishni apo t'i posedoni si aksesor, bizhu dhe shumë çka tjetër. E ne do i shohim bashkë gjatë kësaj kohe, sepse unë e kam e patjetër që të blej diçka dhe ta kem kujtim nga Nicë. Shikuesi të dashur, nga kjo atmosferë fantastike këtu nga shëndetëtorja e famshme e Nicës, unë dua që t'ju ftoj që të ndjekim së bashku edhe recetën e David, të cilën e ka përgatitur ai, dhe pastaj rikthehemi përsëri bashkë për të parë më shumë atmosferën gjatë natës në Nicë.
Kjo është kroket peshku me merlutës të freskët, po ashtu edhe kjo kroket ka të veçantë erza që ne hedhim për t'i dhënë një shije sa më aromatike. Tani do vazhdojmë procesin e skuqjes si fillim. Presim diku te 2 minuta sa skuqet, 2 deri në 4 minuta. Kjo është pak a shumë ngjyra që duhet marri. Tani do vazhdojmë montimin e pjatës. Kjo është majonez me chimichurri që e përdorim poshtë për kroketën e peshkut. Vazhdojmë me montimin e pjatës. Tani si përvendosim po prapë të njëjtën salsë për dekor. Dhe vendosim disa speca chili të prerë, sepse i shkon shumë kësaj krokete. Edhe është gati për servirje. Dashur, I kam gjetë dy vajza cilat kam na tregu më shumë rreth jetës së natës në Nice dhe është nacia ime që njëra është nga Amerika e cila ka ardhur të jetoj këtu dhe njëra është taman franceze nga ky vend. Hello. 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 Very well, very good. It's nice to meet you and to ask you something about the nightlife here. So I would like to know everything, maybe. Which are the best places and how is it here in the nightlife? It's there's a various of places to go out. Mainly here on the street, like we are on the Cours Aleya, so it's very animated, especially during the summer. Okay. And we have a few festivals during the summer, like Crème Festival, but also the Crossover and a lot of Nice Jazz Festival. Okay. Also that's coming up in July, so I hope you will be there. It's gonna be a lot of fun. Oh, it would be fun. But Kayla, right? Yes. How is it to live here? You're from America, you told us. I'm from America and I live in Paris, Okay. but I come to Nice all the time, Okay. especially in the summer because of Suzanne. Yeah, so you're friends and We are cousins. okay, nice. And I've been coming to Nice since I was 15. And the first place that Suzanne took me when I was 15 was called the Groovin Okay. in the Old City. It's a kind of like a dive bar. It's not kind of, it's a dive bar with very cheap, strong cocktails
like funk, soul music, a little disco, oldies. And you have people of all ages, all lifestyles dancing, like really dancing. Okay. Yes. So as a tourist, what is your favorite place here and what do you tell us to do? I would definitely recommend doing Le Café des Amis. Yes. Okay. A lot of Saw fun. that. It Yes. was great atmosphere. Yes. It's a lot of fun. And then what is that bar where we have the amazing porn star martinis? Oh, it's called Le Quai des Amis. It's just nearby. It's just behind the Café des Amis. It's a lot of fun. The cocktails are amazing. Incredible. If you go, you have to have the porn star martini. It's to die for. Okay. So it's my first time here Yes. and I just wanted to know some secrets. So What could you there's- tell me? There's a secret bar that's actually not such a secret anymore. Okay. That's in a church. It's In a church? It's in a church. Okay. And it's called l'Église du Jésus. And if you go, it's a bit secret. You have to go further and you have to come down the stairs. And there's a bar hidden. And it's the people of the church who have this bar. It's So I'm really curious nice. now. Yes, it's not that far. And what do you do for a living? I'm a psychologist. Oh, nice. And I work in advertising. Oh, nice. So we're kind of the same. Yes. Yeah. So I wish you a very good night. Thank you so much Thank for you you. to have And fun. you're too very beautiful. You too. You too. Thank you. You look amazing, Thank obviously. you. Yes. Thank you. So I wish you a good night again. Good night, you. Mariana. Good Thank you night. for the interview. It was Bisous. good. Thank you. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra çka kemi përgatitur për ju në emisionin Peshku i Artë nga qyteti i Nicës, pra gjatë ditës dhe atmosferën e natës. Nightlife-in në Nicë. Për të gjithë ju që na keni ndjekur, besoj që tashmë e dini se ku duhet të shkoni që të kaloni një natë të mrekullueshme. E unë dua të falenderoj shumë sponsorët tanë, Podravka, TEP dhe Peugeot. E ne shihemi përsëri javën e ardhshme në po të njëjtën kohë me një vend tjetër. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka, Te Bank dhe Mercom Company.